fëmijët nuk e duan baban, sepse i ka rarë shumë, i rrinte dhe dilnin në rrugë. Këta fëmijë janë rritur me një baba pjanec që nuk dinte të rriste. Fëmijët nuk din shqip mirë, edhe duan të i çojnë një babait një mesazh, alla do ta çojnë greqisht. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live do të kemi një nëna e 2 fëmijëve e cila është divorcuar, është ndarë nga bashorti i saj përpara 1 viti, quhet Mariola Varfi, e cila vetëm përpara disa kohëve ka qenë këtu në live me Odetën dhe i bëri një thirrje ish bashortit të saj, Ervisit, që ai të bëhej babai i përgjegjshëm dhe të paguante detyrimin ushqimor. Ervisi menjëherë reagoi dhe ishte këtu në live me Odetën, në fakt duke ngritur një lumë akuzash për nënën e fëmijëve, duke publikuar foto të rënda të saj, por dhe foto nga momentet e tradhtisë bashkëshortore. Sot Mariola kërkon të japi një përgjigje, por kërkon që të jetë përballë Ervisit, ish burrit, babait të 2 fëmijëve. Por çfarë ka thënë Ervis Begaj këtu në live me Odetën vetëm përpara disa ditëve? Ndjekim të material të shkurtër. Shikoj plaka, shikoj. E më thua mua ti, pse e bëjmë fjalë, shikoj këtu. Sa edhe na punë tani ora 3. Shikoj. E marrë telefon, e telefonin e ka me zet ult, flet me dashnor. Edhe robe që kënë në vatri që unë ja plasë të një mërdhe. Shë që a bërë ti. Shë që a bërë gjithë ditë, nuk e di. Shë. I këqoja robe që eshe sigur që flet me dashnort. Mos dhvi kej fare, qoja ti se unë do iki në shpia. Shë fëmi të shket. Ipe? Ashtu jetojva unë 10 vite. I ta shku je, më tha mua jam në punë, tha. Dërgoj fëmi që në shpi, edhe i thashën ku është mamaja, e më tha më paha me dashnori, tha, më falë për shprejnë, për të thonë si motër. I vajtë ati, i thashën në bërë mirë edhe i bërë një fotografi. Unë beti ati, i thashën në vetëm te i thashë, i thashën s'ka shpisot, më tha mu ati do ishë në shpja jo, tha, po në regu thash. Vajtë një policit që më rrë burit, më ka burit të njëtët, bërë zvetë, me edhe kitin cilja video, unë jam me dokumenta. E dëgjuam këtë baba i cili bënte video nga shtëpia duke treguar se gruaja e tij ishte jo vetëm një bashorte e papërgjegjshme, por dhe një nënë e papërgjegjshme për fëmijët e saj, që largoi, e linte shtëpinë rrëmuj dhe fëmijët i linte pa ushqim dhe pa kujdesje dhe kishte 10 vite që jetonte në këtë gjendje. Ndërkohë Mariola është duke më pritur. Mariola është larguar nga Samos i Greqisë, është vendosur në Igumenic me 2 fëmijët dhe kërkon të jetë sot në live dhe kërkon që të jetë përballë tij për t'i dhënë përgjigje gjithçka që ai foli në emër të saj. Kështu që hap dritaren dhe e përshëndes menjëherë Mariolën. Mariola, përshëndetje nga Tirana. Në radhë të parë duhet që t'i them një mesazh të gjithë gratë dhe burrat që janë atje. Në qoftë se kanë që shkruajnë ato gjëra, në qoftë se duan gjyq, kurse kanë fajin, unë apo ai, të vinë këtu në Greqi që të gjithë, edhe gratë edhe burrat. E ke fjalën për komentet? Se kam dëgjuar shumë gjëra atje. E ke fjalën për komentet në YouTube? Të komentet, se unë nuk jam një nënë e tillë, një nënë vromjare, se po të isha një nënë vromjare, nuk më vini në punë. Unë punoj 2 punë në Greqi. E dash Mariola, unë e kuptoj që je vetëm një të martë kam pushim. E kuptoj që je edhe po të isha një nënë e pis, në radhë të parë do mi mirë të shtetit 2 fëmijë. Kam një vit që po i rris vetë ata fëmijë. Se unë nuk jam e tillë, një nënë pisanjose. Se po të isha një nënë pisanjose, askush nuk më mirëte në punë. E para, këtuja jemi në kuzhinë. Këtu kemi aneksin që gatuaj. Lodrat e fëmijëve, krevati, këtuja tavolina. Faleminderit, unë nuk jam vromjare. E dashur Mariola, unë e kuptoj që je i irrituar për shkak të videos që ke parë kur Ervis Begaj, babai i fëmijëve, ka qenë unë kur shkoja në punë, ai bënte video dhe i shikoni fëmijët. Fëmijët në mëngjes më thoshin babai bën video shtëpi, se prishte shtëpinë. Unë në radhë të parë kur vija në orën 3 të mëngjesit, që vija në orën 3, unë në radhë të parë doja të mblidhja të tëra gjërat për jashtë që ai bënte. Nuk është
Nuk është njëri, odhi fëmijët në det për pak, vajti nxori servitori, ai kamarieri. Ja do të thoj fëmijët, do flasim bashkë dhe do të flasim me fëmijët. Por, të lutem, me dashur Mariola, unë nuk jam askushit para gjykoj se si jeton ti. Jeton në pastër, jeton pis, je rregull, si je rregull, nuk jemi këtu për të folur për këto gjëra. Ish partneri juaj, Ervisi, më dërgoi atë video. Video ta shikojnë, nuk është mirë ta shikojnë njerëzit. Njerëzit besojnë se ata thonë u ka të drejtë, po zburr zotëri. Po nuk është ai, se po të ishte aq i mirë, do kisha ndojtur me atë, po unë nuk kam bojtur 10 vjet. I dorsa mos i e di ç'është ai, një burr pianet që rrinte fëmijët. Fëmijët kanë marrë frikë ndaj, nuk e duan si baba. Një nën e tillë nuk i merr fëmijët të ikin. Një nën e tillë të kishte dashnor, do kishte vajtë të dashnor, nuk do mbante fëmijë. E dashur Mariola, më lejon edhe të pyes? Ervisi atë ditë ka qëndruar goxha minuta live me Odetën dhe ka treguar gjithë jetën që keni patur bashk. Nuk do merre me pjesën e shtëpisë, se si ke jetuar ti dhe Ervisi. Okej, nuk është normale të jetosh ashtu, po ti po tregon që ato video janë xhiruar nga ai me qëllim të keq ndaj teje. Ato video i janë në punë në orën 4 në Vazite dhe kthesha në orën 2-3 të natës. Deri në orën 2-3 të natës, në orën 8 ai bënte video shtëpis në të darkës. Se mua më thoshin kalam fëmijë, më thoshin çfarë bënte. Se unë jam nën pisanjose, se po të isha një nën pisanjose, nesër do mi kishte marrë shteti fëmijë. Po ishta një nën, budallare që ka bërë të çmendur aty në televizor, mua ai do ishte isha vajtu në shmendim, nuk do mbante ai zoti ai pronari të punoja. Ajo që ishte më problematike dhe atë që diskutoi Ervisi ishte tradhtia bashkëtorë. Unë dua në këtë momente ta ndjekim çfarë ka thënë Ervisi. Ajo fotografia që ka çuar ai atje, ajo është ai që gatuante. Edhe atë ditë ne kemi mbyllur magazin, lokalin, që mbyllet në dimër nuk hapet lokal. Edhe u mblodhën të gjithë, kush punon e kush punoi të gjithë atje dhe mblodhën të tanin një darë. Ajo nuk quhet dashnori, po ta marri vesh ai greku që thotë ka thënë ai ashtu, ose t'ia dërgoj un video të ai ku do vej pasaj, nuk ka ku të vej. Nuk ka ku të vej, pasaj do vej brenda ai, se atë gjyqin që thotë ai një short, ja ka vërlu dokumentit, jo se ka vër ai. Unë ja kam bërë, se gjitha i ka gënjeshtra. E dashur Mariola, nuk e di, Besonja, të gjitha i ka gënjeshtra. E dashur Mariola, të gjitha i ka gënjeshtra. Këtë foto që përshkojmë në këto momente ku ai tregon që të kapi mat me të dashurin lokal, ti tregon se është pronari jot. Është ai që gatua. Guzhinjeri. Por ajo që mua më shokoi, guzhinjeri është që gatua. Ajo që më shokoi më së shumti e dashur Mariola është që ai tregoi disa tradhti dhe është e rëndë, nuk e di nëse janë të vërteta apo Ervisi për tu hakmarr gënjeu. Unë nuk isha tradhti me atë që gatuan, do tradhtoja me atë që gatuan. As me atë, as me një se kam tradhtuar. Ai më ka tradhtuar me një grua. Ja prit të tregoj Mimi. Përpara se të ma tregosh mesazhin, ndjekim pak videon. Edhe në video kur ka folur telefoni aty herë, më ka thënë mua në telefon ajo që fëmijët janë të tutë janë të ngenit. Prandaj zot ta bëj dinë. Edhe vetë unë që i rrita fëmijët 10 vjet, nuk e di që janë fëmijët e mi. Të thoshni pse se di se janë fëmijët e mi. Bërte me shumë. Po është e rëndë kjo gjë që po thuaj. 3 herë kam zënë me dashnor. Je i thoj, një herë me një grek, një herë me 2 herë me një shqiptar. Se u mëson dashnori sa janë ato lekët, se tani e mundan. Prandaj po bën ashtu do leka apo kjo bën qikru. I kam thënë si njeri, do lek po, hap gjyq, ose do të hapin gjyq una, e do edhe bëj dinej, që ta di që janë fëmijët e mi. Ose të flas me çuna, unë s'kam fol me çuna, unë po bëj një vit e gjysmë, janë gjallë fëmijët, si janë gjallë, qa han, ku janë, as e di ku janë. Se po dhej psikolog, njerë me to video që kam una, do vej fëmijët të shtet, ose do t'i përfitoj una. Se unë do ku kam marrë për gjyq. Në gumenici e mori që i ku tutin ka vajtu të jema, e mori dashnori, hengi lekët të gjitha, më falë për shpret, të gjitha lekët. E tani nuk ka kohë për nëj po qajta e. Se unë në këtë moment kam lënë telefonin gati që ai të shikoj, edhe kush ka tradhtuar, unë apo ai. Çfarë do më tregosh këtu në live?
I ka gjithë nga në Baku. Këto mesazhet nga dërguar ai. Rina i ka të përpisën vete. Po zotë të pisë të mi kam në rrugë. E nuk e di që janë fëmijët e mi. Asë në klasë fare për fëmijët, asë fëmijët e mi, asë fëmijët e Merlinës. A dëgjon çfarë thot për fëmijët e tij? Edhe shumë Mariola, ai në live më odetën tregoi që unë dyshoj që ata nuk janë fëmijët e mi, kërkoj një analiza DNA-je sepse Mariola më ka tradhuar disa herë. Në qoftë se unë tani jam martuar 19 vjeç, ku kam vajtur në Shqip, në Greqi. 19 vjeç u fijova. Për 15 ditë unë kam qenë në Shqipëri, pastaj vajta në Greqi. Do me thënë, unë 19 vjeç kisha isha shtatzane, kisha 2 fëmijë dhe pastaj 20 vjeç e vajta i Bera dhe këti edhe vajta Mozuri tjetri dhe edhe ka me tjetri, i ka gënjeshtra, kjo nuk vete, nuk e di a e kuptoni apo jo, ala nuk është ashtuja, si mendon ai. Fëmijët janë të atit, se po t'ishtë mos ishin të atit, nuk do shkruesh emrin sfitar Elvis Vegaj. E dashur Mariola, ju jeni nëna dhe ju e dini kush është babaje, ai kërkon një analiza DNA-je, nëse ti e di që ai është babai biologjik, Nuk ta bësh atë analiza Qoftë zgur i burra ai del këtu para meje dhe i thotë të gjitha. Jo me ty vetë. Të dali këtu janë like me mua. Ti kërkon që ti jesh. Se nuk del like me mua të dali që këtuja dhe pastaj do ta shikojnë. Kush është e drejtë, kush është edhe kush nuk është. Ai është zënë me motrën e tij, dhe s'do vriste motrën e tij, jo me mua. Ai mori, do të më therte me shar druri mua. Atë donte. Edhe prandaj ka vajtur më shumë në policinë, se donet më futi dhun ndaj meje. E dashur Mariola, të lutem. Fëmia nuk gjuhet 5 vjeç. Do jemi të dyja bashkë gjatë në këtë live, të lutem. Mund të ngrihesh dhe fëmijët i çosh në një dhomë tjetër, i shikojnë mbrapa teje dhe unë nuk ndiem rehat të flas dhe të bëj intervistë kur fëmijët e mitur i kam aty, dhe pse ata nuk kuptojnë fare shqip. Pra, prania e tyre mua më vjen në siklet. Ata janë të pafajshëm në gjithë histori dhe nuk do të jenë prezent në të gjithë konfliktin mes teje dhe babait të tyre. Faleminderit. Shumë faleminderit Mariola. Jam dhe unë më e qetë, më beso, nuk dua që fëmijët jenë të pranishëm në këto live. Fëmijët që po rriten me mua, po rriten fëmijë më të sqetshëm, më të qetë, dhe më të dëgjueshëm, kur ishin me baban, ata ai nuk ishte marrë një si nuk dëgjonin fare kush në t'japi. Ai si baba që thotë dhe nuk është babai, se normali, në qoftë se dela ADN-ja, që është babai i fëmijët e ati, ai çfarë do bëj? Çfarë do bëj ai? Ai tha jam i gatshëm të paguaj jo 500 euro sa ma ka vendosur gjykata, por edhe 1.000 euro. Flet me juve ajo, po me policinë nuk flet dot ai dhe me gjykatën. Atë flet me juve. Do që të dali sigurisht pa fajsën, po të ishte aq me mend edhe kaq, se ai është i sëmur në truce, po mos ishte i sëmur në truce, nuk të bënde ato vlaqe, ato budalliqe para fëmis nuk bëhen ato. Çfarë ka bërë Ervisi për para fëmijëve? Ai ka bërë të gjitha gjëra që pinte, zirës me mua, fëmia i dëgjonte, fëmia linte gjumë duke qarë fëmia. Flinte gjume pa, ishte raste që flini dhe pa ngrenë, sepse zirësh ai dhe i zinte gjumi me shërë. Çu bënde ai? Ishte për para fëmis. Për para fëmis nuk bën. Unë për fëmit la jetën për fëmijë, bëj diçka për fëmijë. Fëmijët e mi nuk kërkon asgjë. Mua më vjen shumë keq që 2 fëmijët e mitur dhe mbi të gjitha njëri prej fëmijëve është me probleme, tha Ervisi. Jo, çuni madh nuk ka probleme. E kam çuar gjithçka nuk është, kam marrë prik na jaki kam thënë. E kam çuar dhe nuk ka probleme djalë. Fal Zotit. Kam marrë prik na babai, se babai pinte dhe edhe rinte të madhin, edhe mori frikë, jo se ka probleme djali nuk ka probleme. Ai tregoi që është në rregull, do ta shikosh pastaj kur të flasim. Djali i madh flet më shumë se i vogël. I ban mend më shumë gjëra. Fal Zotit që fëmijët janë mirë, kjo është e rëndësishme, se mendova që djali i madh sipas servisit tregoi që ka probleme
djali i madh të shëndetit mendor dhe më erdhi keq Po kur të e dëgjova. kishte probleme, nuk do fliste, nuk do komunikonte me mua, do vëriste fëmijët janë si përshikon, do t'ite zhurë në shtëpia, nëse ai do ishte si E da shumë Mariola. do kishte probleme. Ajo që mua më prek. Ai në shkëndrëmu na jati. Unë nuk jam këtu dhe nuk jam askushi, e them vazhdimisht të akuzoj njerëzit në mënyrë absolute. Ti je një nën, je një grua, ke 2 fëmijë që i mban dhe nuk të paragjykoj për asgjë lidhjen me që ke pasur me Ervisin. Por ajo që mua më rëndoi ishte kur Ervisi tregoi që djali dinte gjithçka se çfarë bënte nëna dhe djali më tregoi për tradhit. Ai ka vajte gjeti gjinë grua tjetër dhe fliste para fëmijës atij dhe dëgjonte fëmijët dhe gjithë fëmijët. Edhe kur vjen nga puna dhe më thoshte djali, babai flet me dashnore. Ashtu më thoshte djali i madh. Pra, Jo una. Ju pretendoni se ka qenë ai që ju ka tradhuar dhe jo ju. Po, ai më tradhonte mua fliste para meje, edhe para fëmijëve, edhe unë nuk doja të fliste para meje. Nëse do të flasësh, i thashë show dhe ti të fol për jashtë. Jo këtuja. Ti dëgjoj una, nuk dua të ti dëgjoj. Po ç'të duash. Sepse ai të akuzon, ti akuzon atë. Ishte një gur budalla, se po ti ishte aq me mend, nuk i bënte ato para gruas. Edhe kish një nen që ishte me vronjarja, jo nena, dhe ato motrat, i ka që të treja kurva. E da shumë Mariola, unë nuk dua që në këtë live të përzihemi shkunallat e tua, të flasim për jetën e tyre. Se është e rëndë. Mënyra se si the, se si gjitha gënjeta. E kishtan si ku i kam bërë mua lekët. Ai tha unë isha pa letra dhe të gjitha lekët ishin në emrin e Mariolës dhe Mariola kur iku i mori lekët. Ai nuk ishte fare lekë. Lekë nuk ishte ai. Ai s'ka pasur ndonjë lekë në jetën e tij ai. Kishte aq vite në Samos edhe nuk ishte një lek minjan, te kishte më shumë vite në muaj. E dashur, Mariola, duhet të pyes dhe të flasësh hapur. Ti nuk e ke ndarë pse ai të tradhoi? E ke ndarë për çfarë? Për çfarë u ndat ju të dy? Gjithë ky konflikt, gjithë lek e para i bërfiste fëmijëve, i rrinte, i fliste keq, përpara i jolli në det fëmijët, vajte servitor ai kamarieri, edhe pinte alkohol, ziresh me mua, më gjuante, lek për shpinë sillte, nuk paguante asnjë lloj gjëje, vetëm për ftehje. Të lutem, dalemi pak se ma the pak më parë që donte të i the fëmijët në det. Ma tregot çka ka ndodhur se kjo që situatë e rëndë. Unë fëmijët i lija në shtëpi që shkoja në punë. Edhe babai ishte aty. Edhe babai në vend të kujdesesh për fëmijët, po vajtën desh jolli në det. Edhe vajti i nxori ai kamarier dhe i nxori fëmijët. Po si, babai jolli në det apo fëmijët duke luajtur vajtën u futën në det? Baba ishte atje, afër, edhe nuk u kujdes për fëmijët. Edhe nuk u kujdes për fëmijët si kur ishte në punë. Una mbarova punën një ditë, kur isha atje në Samos, në ora 2:00 dhe fëmijët i kisha atje pranë. Edhe nuk i dija ku ishin fëmijët, edhe po i kërkoja. Ai nuk sa që fëmijët janë tek mua këtu, unë po kërkoja të tërë Samos i kërkoj për fëmijët. Edhe i kishte puna dhe nuk po më tregonte. Dashur Mariola, unë kuptoj që jeta juaj ka qenë një jetë jo fort e mirë. Dhe mbi gjitha kanë vuajtur dhe fëmijët në këtë martesën tuaj. Keni sjellë 2 fëmijë kanë vuajtur shumë dhe fëmijët tani po jetojnë shumë mirë. Të qetë dhe nuk mungon asnjë lloj gjëje. E dashur Mariola, ti i kërkuar që ai të dërgoj para. Por fëmijët pse nuk ja lënë në telefon të flasin? Nuk ka dërguar kur lek për fëmijët ai. Të paktën sipas servisit ai pretendon se të ka dërguar me një shtëpi. Nëse është i gatshëm të dërgoj lek për fëmijët, atëherë do shohim do t'ja lë fëmijët apo jo. Se nuk e di, nuk jam i sigurt t'ja lë fëmijët të flas.
Por nëse ai del babai biologjik, siç pretendon që do bëj analizën ADN-s për ta vërtetuar, në qoftë se të vinë janë të portokallet në Vlorë, të shikoj trurin, atëherë do ta lejë të flasë për fëmijët. Sa isësh për baba për fëmijët e mi. Do t'i çmesi fëmijët. E dashur Marina, nëse i jep të drejtën gjykata për të takuar fëmijët, ti nuk mund t'ia ndalosh dot, të shkel një vendim gjykate. Nëse ai ka probleme, siç thuaj ti, gjykata e vlerëson me psikolog gjithçka. Nëse nuk e duan baban fëmijët, nuk ja lë dot fëmijët me zor që ta takoj të japin. Por fëmijët e kërkojnë babain? Jo, nuk e duan baban. Do t'i pyesësh vetë do të thonë. Për mua më ka thonë nuk e duan baban. Unë mund të flas me fëmijët. Se babai problemi është unë nuk di greqisht dhe unë s'flas dot greqisht. Unë nuk di greqisht dhe nuk kam si t'i pyes. Do ta përkthej, unë do t'ja thua shqipe, e kuptojnë si shqipe, nuk është se nuk kuptojnë fare. Në gjithë historitë të dhimbshme janë 2 fëmijë të cilët nuk kanë kontakte me babain. Konflikti mes Mariolës dhe Ervisit është një konflikt që është zhvilluar këtu në live me Odetën. Ervisi përpara disa ditëve ka qenë live, po shkojmë që fëmijët e afrohen. Ti kanë skalajse? Ne. Vetëm ka ish ditë ta Odeta të flasi greqisht. Si quhet djali i madh? Festim. I dashur Festim, si je? Të ka marrë malli për babin? Jo. Alex, po të ka marrë malli për babin? Jo. Por pse jo? Të ka marrë malli për babin. Pse të ka marrë malli sot? Babi Ervisin e kishte marrë shumë malli për ju. Pestu. Dëshiron të thuash diçka babit sot? I them unë, nëse do të dali tani, a kërkon që të flasi me baban, jo thot. Po diçka dëshiron t'i thoj babait? Ti se, nëse tonë, Ale, thot kështu ja që babai më gjuan dhe prandaj nuk e dua. Dhe pak më hodi në det dhe më nxori kamarien. E tash Mariola, nuk dua t'i pyes më fëmijët, se është situatë e rëndë. Okej. Kështu që mund t'i largosh. Një na presive. Jam e sigurt që Ervisi mund të na ndjeki në këtë live dhe mund të më telefonoj, i dëgjoj 2 djemtë e tij, por ai kur i kujtoj djemtë dhe pse dyshon që nuk janë të tit, i mbushi syt me lodh dhe më ka marrë malli, tha për ata fëmijë. I thot vetë, po nuk i do fëmijët ai. Unë kur nuk di të flasi fare me fëmijët, që të flasi me fëmijët, si babat. Ai nuk i ka marrë njërë zero fëmijët në nxjerrë, në nxjerrë e shëtitja ati, në thoshtë ai ke babi të nxjerrë zero. Të gjithë babalarët e tjerë shikoja që në nxjerrë si grekë që shqiptarë, vetëm ai nuk i nxjerrë. Pinte alkohol andej në pulave, pinte andej dhe vinte shtëpi dhe dhe fëmijët dëgjonin me torturë, pas që tjerë. Nuk ishin dashuri fëmijë ndaj babait. E dashur Mariola, ai tha se ju e kishit bllokuar në telefon, e keni bërë blok numrin e tij. Blok e bëra se shante, pandaj. Jo shante, bante, murë, kutan, gjera, që nuk më pëlqejnë. Edhe djalë të madh i kishte dërguar shumë gjëra në telefon, edhe djali i madh i shikonte të gjitha fotografitë, sa kishte nisur jati i shikonte. Edhe djali i madh njërë po qante, thoshte, se më dërgoj mua këto. Unë nuk dua ta shikoj kur në jetën time. Se unë derisa të pritem fëmijë një 2-3 vjet, ai nuk ka për t'i parë, se unë do ikim në Gjermani, nuk do vi këtuja. Derisa të rriten një 2-3 vjet fëmijë, të rriten të rriten të bëhen cik më të mëdhenj, e pastaj do t'i marrë fëmijë do ikin në Gjermani, e pastaj nuk ka për t'i parë. Gjithsesi këtu ka bërë që ti bëndaj ish bashortit, ai mund të ketë qenë një burr jo fort i mirë për ty, por ai mbetet babai i fëmijëve të tu. Ti e pranove që të 2 fëmijët, baba biologjik ka Ervisin dhe ti nuk mund t'ia ndalosh dot Ervisit. Babai vetë kujdeset për fëmijët. Po patjetër. Nuk duhet që t'i jemi në det. Nuk duhet që t'i bërrasim, duhet dashuri.
Fëmijët duan dashuri. denoncuar këtë ngjarje në polici? Fëmijët largohen. E ke denoncuar këtë ngjarje në polici se kjo është shumë e rëndë. Unë kam vajtur të punoj gumenist, kam bërë denancim, edhe po pres që të vi letër gjyqit. Edhe ajo do bëhet në Samë. Se ai rri në Samës edhe pranë se për atë e bëra. E kam bërë gjyqin. Mua më vjen shumë keq sepse denoncimi nga ana e Ervisit ishte një denoncim shumë i fortë. Edhe në qoftë se ai mendoj që unë jam një pjesë që kishte thënë Budalliqe, unë kam dëshmitar që çfarë si jam unë, edhe si nuk jam, se po isha e tillë, do më mirë më punë, nuk do t'i bëja një vit fëmijë vetëm, nuk i bën asnjë gjë fëmijëve. E dashur, unë uroj të jesh një nënë e përgjegjshme për fëmijët, sa ata kanë nevojë për nënën e tyre dhe unë nuk dua që ti të ndahesh prej fëmijëve, se nuk është ky qëllimi. Por, ti të thonë mësuja, do bëj adën nën që do që të marrë, nëse bëj adën nën, unë do t'i marrë fëmijëve se do të sikur do t'i bëj shtëpi, po jam në goca ai s'ka lekë të bëj shtëpia fëmijëve. Po fëmijët na mua nuk ka për t'hequr kurrë, se unë për fëmijë le jetë, nuk ka për t'hequr kurrë. Edhe me gjykatën vej ai do të dalë humbur, unë do të dalë këtua. Edhe të tëra gjëra që ka thënë atje janë të tëra gënjeshtra. Unë uroj që të jenë të gjitha gënjeshtra dhe ti jesh një nënë e devotshme për ata fëmijë, më vjen fëmijët e mitur. Unë jam e drejtë, nuk di të gënjej. E dashur Mariola, dua të ai nuk kishte çfarë të thoshte, do që të bënte like dëgjonin të tërë se ai e di se është më mirë, është mirë se ju bëhet vonit njerëz që shikojnë like, që bën like, nuk ju bëhet vonë njerëzit. Po ai për atë do jetë gabim. Ju për njerëzit nuk shikojnë familjen e tyre, nuk ju bëhet vonë për Ervis Vedaj dhe për mua. Nuk ju bëhet vonë. E dashur Mariola, unë dua të pyes dhe të më flasësh hapur. Ju sa vite qëndruat bashkë? 10 vjet. Në këto 10 vite, ai tregon ti pinte alkool, vinte ideu në shtëpi, pse qëndrove kaq gjatë me një burr, të dhunonte, të tradhtonte, fliste me të dashurën para teje, pse e mbajte kaq gjatë? Derisa bëra dokumenta, sa bëj dokumenta dhe pastaj nuk e mbaj mend. Vetëm sa bëra dokumenta. Prandaj e mbajta sa bëra durim, sa bëra dokumenta. Edhe pasaj në gjejta një 2 vit punova atje, më thash që më ndryshohen. Pra të njëjtat edhe çova një 3 herë në polici, të njëjtat dhe pasaj illa shfundi. Tash do iki. E ke dashur Ervisin? Kur në jetën time se kam dashur, nuk e shikoj dot me sy, jo të kem dashur. Me sy nuk e shikoj dot. Tani, është normale që nuk e do. Flas kur u martove me të, e ke dashur? Jo, nuk e kam dashur, kur. Por pse u martove? Ma ben prindri. Edhe si familje nuk më pëlqeu, se janë të prandaj doli e thot për çunin ashtu, se janë vetë si budallë që të tërë. Motrën e tij e kapën me dashnor në det. Jo mua sa mësi nuk thot më një gjë të keq për mua. Për motrën e tij thamë që e kapën me dashnor në det, për motrën time jo. Të lutem, mos flasi për personat të tretë që janë të live, e dashur Mariola. Mariola. Nëse ai është zgjur të dalë këtu like me mua, jo vetëm me ty, nëse është zgjur, nëse ai që thotë që nuk janë fëmijë. Po nëse ka lekë, ai vetë ta dënon edhe të nëse dela të nënja, fëmijët janë të Ervis Bekaj, ai çfarë do bëj? Ti kërkon që ti jesh përballë Ervisit? Të marrë tani live, të marrë, jo do të flasim. Jo, unë nuk shpresoj të na ndjekin, unë njerëzit nuk mund t'i detyroj dot të jenë live përballë njëri tjetrit, por nëse Ervisi dëshiron, është duke na ndjekur, jam e sigurt, nëse dëshiron që të jetë përballë teje, mund të më kontaktoj dhe patjetër mund të realizohet kjo përballje mes teje dhe babait të fëmijëve. E dashur Mariola, ajo që mua më vjen keq është që ti ke ndërjetuar 10 vite me një person që s'e ke dashur. Them, martoi nëna dhe babai
dhe nuk ishte dashuri, të njëjtën gjë më tha dhe Ervisi. Më martoi nëna dhe babai dhe nuk isha dashuri. Keni jetuar 10 vite bashk, pa dashuri, dhe keni sjellë në jetë 2 fëmijë pa dashuri. 2 fëmijë që janë të pafajshëm dhe sot përjetojnë. Na babai s'kam pasur kur dashuri. Unë qofse i ndodh diçka fëmijës, unë e lë punën dhe shkoj të fëmijë të shkollë. Pa ndodhur fëmijës. Ti, unë, kushdo e kemi detyrim për fëmijët tanë. Fëmijët nuk kanë dokumenta. Unë tani i kam rëtë fëmijët dokumenta, se sa ishte jati, nuk ishte mend i vende dokumenta fëmijëve, po kishte mend të pinte. Tani po pres kartën e fëmijëve që të jenë dokumenta. Ai nuk ishte mend, se po kishte që thot ka e kisha lek, si nuk i bëri dokumenta fëmijëve. E dashur Mariola, ajo që dua të kritikoj e vetmja është që babai dhe nëna nuk të çoj me zorë në Greqi të martohesh me Ervisin. Kur nuk e doje, duhet të ndaheshesh që në fillim dhe jo të merrje më qaf jetën tënde dhe jetën e 2 fëmijëve kur nuk e doje. Kur nuk ka dashuri, ajo familje një ditë do shkatërrohet. Një herë kur doja të ikja edhe më lut, pasaj kur isha që doja të ikja se unë të lutem mos fik, se donte të rria. 15 ditë u të shmenë, sa që atë të pronarin, edhe i thalë që të lutë, i doj të më leri fëmijët, edhe më shumë i alas në pronari, se nuk doja të rritë, se i shanë të fëmijët. To është e përqumi në madhe të budala. Të se i budala, apo i menqur, e së një e ti, nuk është i botit. A e gjopë si thot për fëmijën e ti, qëfar me ndi kaj? Nesë do rritem ata fëmijën. Mariola, ti ke tentuar të largohesh edhe më përpara nga Ervisi? Po, doja të largohesha. Doja të largohesha, po nuk i kja do, se s'më linde. E dashur Mariola, në momenti që ti ke 1 vit që je larguar, nga Samosi dhe je në Igumenic me 2 fëmijët, je shumë largë Ervisit. Gjyshrit nga ana e babait nuk të kanë telefonuar të flasin me 2 niprit? E kam adhe që nuk duan të di fare për fëmijët, janë gjalla për kam dhe, do t'ja di, fare. Askush nuk ka telefonuar? Edhe jëna, jo, nuk duan t'ja di fare për fëmijët. Se po t'ishte gjyshja dhe gjyshi mirë, do t'a kishin telefonuar djalin edhe do t'i kishin folur, po nuk i kam telefonuar asnjërin. Gjithsesi, çështja është në gjykat dhe në qershor ju keni një seancë gjyqësore. Ju me gjithë Ervisin, unë jam e sigurt që gjykata aty në Samos do të mirën për fëmijët, se interesi më i lartë janë fëmijët. Nuk i as ti as Ervisi. Na i është dënjeshtër. Po atë minisin, denoncimin a kam bërë unë, jo ai. E qartë, ju tregoni se denoncimin e keni bërë ju, por dhe ai ka të drejtat e tij, ti drejtojë gjykatës dhe të kërkojë njohjen e atësisë dhe të drejta mbi ata fëmijë. Nuk e ndalon dot, as ti as kush Ervisin. Ai ka të drejtat si njëri të kërkoj atësinë dhe të drejtat mbi fëmijët. Nuk e ndalon dot ti. E dashur Mariola, po ta shpjegoj dhe po ta them që ta kuptosh qartë. Nuk quhet atësi e babait. Qofse ai nuk bën atë nën, nuk ka për të parë. Pra, ai do kërkoj një ratë nën, por të dërgoj lek për fëmijët, atëherë do të flasë fëmijëve. E dashur Mariola, kur themi njohje atësisë, kjo është që ai të bëjë analizën e ADN-s dhe të dihet nëse është babai apo jo. Nëse njihet atësia, ai do kërkoj vetë të drejtat mbi fëmijë. Ai do dalë i humbur, unë do dalë fituar, se unë jam i sigurt se ai është. Po në këtë situatë Mariola, në këtë situatë tillë nuk është momenti të themi unë do dalë fituar, ai do dalë të humbur. Për mua, ju të dy jeni të humbur. Keni humbur shumë, keni humbur familjen. Nëse familje ke humbur gjithçka, nuk ka fitus. Kur shkatërrohet një familje, të dyja palët për mua janë humbës, kanë ai më të kalon shumë, unë i risë fëmijët me fëmijët e mi këtu. Mariola, ti mund t'jesh e lumtur, Mariola. Ka nëna që i kanë marrë fëmijët dhe i kanë çuar në shtet. Unë deri më sot i kam më krah, nuk e i lash. Mariola, ti mund t'jesh e lumtur që e nda nga një person që të ka dhunuar dhe s'ka dashur, padyshim. Je e lumtur si grua. Por 2 fëmijë
janë e lumtur, më mirë po jetojnë. Nuk janë të lumtur. Dy fëmijët e tu, unë dyshoj se nuk janë të lumtur. Janë rritur në një familje ku është përdorur alkooli, dhuna, fjalë të pista, ka ekzistuar tradhtia. Ata fëmijë nuk janë të lumtur. Dhe të gjitha këto kanë ardhur për shkakun tuaj. Vetëm kishin në frikë të jetosh me një baba ashtu, ka shumë shqiptar familje që kanë pasur, po jo ashtu të pinte dhe të vinte në orën 3 të natës, të vinte sheri, të shpozia në punën të gjeja rrobat për jashtë. Do toleronte burrin e saj në këtë gjendje, por ka divorc, ka ndarje. Ju e keni duruar shumë 10 vite. E dashur Mariola, po ta them si motor. Pa dyshim je nëna atyre dy fëmijëve dhe kujdestaria zakonisht i lihet nënës dhe babai ka detyrimin ushqimor. Gjykata do vendosi, do bëhet njëja e atësisë, do vendosi të drejtat e prindërimit si për ty edhe për atë, por aman, ti nuk je askushi të shkelësh vendimin e gjykatës në Samos. Do vi një moment që gjykata në Samos do vendosi. Dy fëmijët i ka kujdestari nëna Mariola Varfi, babai Ervis Begaj ka të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Nuk ke pse e pengon, po ta them si këshill si motor. Ai është babai biologjik, sido që të jetë, mund të ketë gabuar ndaj teje, ndaj fëmijëve, por do vi një ditë që ai do i kuptoj gabimet dhe do reflektoj. Nga fëmijët mos e ndaj. Ta jap si këshill, sepse ata fëmijë do dërgojnë një euro në muaj, atëherë do të shikojnë edhe të nënës dhe babait. Fëmijët bëhen të mbarë dhe të mirë kur rriten me dashuri, kur rriten me lumturi. Dashuri ka dashurinë e nënës, ka dashurinë e gjysmit, jo të babait. Jo të lutem. Dy fëmijë nuk vinë në jetë vetëm nga një nënë, vinë nga një nënë dhe një babai dhe dashuria është e kufizuar. Tani Mariola të lutem, ti ke ardhur në jetë dhe unë nga një nënë dhe një baba. Nëse të më shajnit më ofendoj, çfarë do të t'i lej unë fëmijët? Mariola nuk pari në ndjeri lajt atje që më shande. Nëse ai shande, ofendon, ti denoncon dhe i hiqen të drejtat të tjera atit. Nëse ai arrin atë pikë, jam me ty, nuk mund ta lejosh. Por aman, nëse ai mund të tregohet një baba i devotshëm edhe nga larg për ata fëmijë, nuk e pse i pengon. Nuk e që ti më orë dashurin e babaj fëmijëve, është mëkat kjo gjë që bëjnë nënat, është mëkat. Ti ke inatin me Ervisin, do të hakmerësh se të ka shkatruar jetën dhe përdor fëmijët. Kjo nuk duhet të ndodhi, ata janë pa fajshëm. Nuk kanë faj ata pse nëna dhe babaj i tyre e patën martesën ashtu si që keni bërë ju dhe e shkatruat. Nuk kanë faj. Fëmijët duan një familje, duan qetësi, duan ngrohtësi që të rriten. Ta jap se këshill dhe po të flas sikur të jesh motra ime. Po pse nuk e ja ka dhënë dashurinë fëmijëve ku ka qenë aty një? Pse nuk i ka marrë në një fëmijë të nxitet xhiro, hajde te babi, tu bosh te babi, çfarë bëre sot, vajte në shkollë, u lodhë, tu mërzitët, pse nuk ja ka dhënë të? Hajde ti kemi një xhiro me babin. Unë uroj që Ervisi të na ndjeki dhe na kthej të gjitha përgjigje pyetjeve që bëre. E dashur Mariola, ti kërkon përballje me Ervisin, të premtoj që do flas me Ervisin, nëse ai do jetë dakord, do jemi së bashku në përballje, por kush është mesazhi që do i përcjellësh Ervisit? Se gjithë qëllimi që ti sot hyre në live modetën ishte fakti që ai publikoi disa video që ti u preke. Të ketë kujdes për ato fjalët që thot në live, sepse jeta është e gjatë, atë do të them. Asgjë tjetër. Unë të uroj më të mirë aty si nën. Uroj ata fëmijët jenë të lumtur, do mbetemi bashkë në kontakt dhe shpresoj që si ju dhe Ervisi ti thërrisni pak mendjes, të ndërgjegjësoheni dhe ti zgjidhni gjërat në mënyrë të qetë, si qytetar të kulturuar dhe jo konfliktin ta çoni deri në atë pikë sa fëmijët të vuajnë. Kështu që do mbetemi në kontakt dhe të përshëndesit dashur Mariola. Mirupafshim, faleminderit. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 06999555698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abononi
abonojni, të bëjni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori reale njerëzore dhe më së shumti histori divorci, ndarje, përballje, që ndonjëherë dhe unë vijem në siklet, por uroj dhe shpresoj që këta njerëz të ndërgjegjësohen dhe ta kuptojnë se sa e rëndësishme është familja dhe kur shkatërrohet, kokën duhet ta mbash pas për hir të fëmijëve. Uroj që ky çift që është ndarë të gjejë gjuhën e përbashkët për 2 fëmijët e vegjël. Bashkë takohemi nesër me një tjetër histori. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.